Janë rikthyer protestat dhe bllokimi i rrugës nacionale Orikum-Llogara. Rreth 100 banorë të Dukatit dhe Orikumit kanë protestuar në urën e Izvorit për disa prona që ata pretendojnë se po ju merren pa të drejtë. Banorët janë grumbulluar rreth orës 7 të mëngjesit dhe kanë tentuar bllokimin e urës së Izvorit. Ndërhyrja e policisë për të normalizuar situatën ka degeneruar në përleshje të ashpra. Uniformat blu janë sulmuar me mjete të forta nga protestuesit. Nga rruga përplasja është vendosur më pas në afërsi të fshatit Dukat. Tu banorët kanë plagosur disa efektivat policisë me gure dhe mjete të tjera të forta. Por pas përleshjes, forcat e rendit kanë shoqëruar në komisariat 13 persona. Arrestimi i tyre u bë pasi këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me persona të tjerë të fshatit Dukat dhe Orikum kanë kryer veprat penale. Organizimi, grumbullimi dhe manifestimi i palishëm, goditjen për shkak të detyrës, prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve, municioneve dhe lëndëve plasëse. Drejtoria e policisë së qarkut Vlorë ka bërë thirrje banorëve të këtij komuniteti që problemet e tyre të zgjidhin në rrugë ligjore, duke u distancuar nga veprimet e kundërligjshme të bllokimit të rrugëve apo veprimeve të tjera të dhunshme. Pasi mbi kudo do të veprojë forca e ligjit, thuhet në komunikatën për shtyp të policisë së qarkut të Vlorë. Këtë thirrje ka bërë dhe ministri i Brendshëm Lulizim Basha, i cili duke reaguar për situatën nga salla e parlamentit, i ka kërkuar opozitës të mos keqpërdorë qytetarët me skema talebane. Keqpërdorimi i qytetarëve, skenaret talibane për nxitur tensionin social do të kenë një dhe vetëm një përgjigje, dhe do jetë mbrojtje e ligjit me të gjithë forcat dhe mënyrat. Askush nuk mund të bllokojë akset nacionale, askush nuk mund të rrethojë dhe të godasë institucionet. Hiqeni nga mendja dhe hiqni dorë, po ju them prapë sot para shqiptarëve, nga rekrutimi i kontingjentit kriminal. Informacionet i kemi të plota se falangat kriminale me cilat flirtoni nuk do të kenë as një minutë pushim këtë vend. Dhe se ne do t'i godasim dhe do t'i shpartallojmë siç po i godasim dhe siç po i shpartallojmë. Hiqni dorë nga përpjekja për nxitur tension social.